Përmes bashkëkrijimit të mjeteve dhe politikave gjithëpërfshirëse, Interframe synon të institucionalizojë përfshirjen qytetare dhe të promovojë diversitetin si një vlerë thelbësore të demokracisë europiane nëpërmjet institucioneve të qarkut bashkive, qarkut prefekturës dhe drejtorive përkatëse. Përfaqësues në samitin Interframe ishin nga partnerët dhe bashkitë kryesisht Bashkia Pogradec, Komuna e Ferizajt, Bashkia e Bielopolis nga Malizi, përfaqësues nga Bullgaria, Kroacia dhe Greqia fqinje. Ky event ju dha mundësinë pjesëmarrësve të shkëmbenin eksperiencat e tyre për politikat sociale, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe çfarë mund të përfitohet nga eksperienca e vendeve të Bashkimit Evropian. Projekti ka një kohëzgjatje 2 vjeçare, ku partner kryesor është Bashkia Pogradec. I koordinuar nga Qendra e Inteligjencës Ekonomike për kënd të mobilizojë qytetarët, kryesisht gratë, të rinjt, minoritetet etnike, personat me aftësi të kufizuar, migrantët, që të jenë pjesë në një dialogu ndërkulturor dhe në një angazhim aktiv qytetar. Për bashkëkrijimin e mjeteve dhe politikave gjithëpërfshirëse, ky projekt synon krijimin e një institucionalizimi të përfshirjes qytetare, si dhe motivon promovimin e diversitetit si një nga vlerat absolute të demokracisë europiane në institucionet si prefektura, qarku, bashkia dhe drejtoritë përkatëse. Samiti Interframe, rrjete gjithëpërfshirëse për përfaqësim territorial dhe angazhim multikulturor, është projekt ndërkombëtar i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili synon të forcojë përfshirjen, barazinë dhe përfaqësimin në nivel lokal në Europë dhe Ballkanin Perëndimor.